Horoskopi javor për datat 23 deri më 29 mars. Dashi. Për pjesën më të madhe të këtij muaji, dashi, keni pasur një shkëlqim të veçantë. Tani që erdhi sezoni i ditëlindjes, askush nuk mund t'i shpëtojë shkëlqimit tuaj të gjallë. Kjo javë është shumë e rëndësishme për t'u përqendruar në mënyrën se si e trajtoni veten, si dhe për të tërhequr romancën, kënaqësinë, hedonizmin dhe bukurinë. Përditësimi i pamjes tuaj mund të shkojë mjaft mirë tani, veçanërisht tani që planetët janë kaq të rreshtuar. Tërheqja e më shumë dashurie ose e një shpirti binjak mund të jetë më e lehtë tani. Përqafoni magjinë e çdo momenti. Demi. Pavarësisht energjisë së madhe kozmike për mijësi dhe lidhje me komunitetet në këtë kohë, Demi, mund të ndiheni sikur doni të qëndroni në shtëpi në vetmi, të pushoni dhe të mbusheni me energji. Kjo nuk është gjë e keqe, por në të vërtetë mund t'ju bëjë gjithashtu të reflektoni mbi modelet tuaja në dashuri, jetën tuaj personale dhe marrëdhëniet gjatë vitit të kaluar. Nga njëra anë, kjo nuk është një nga periudhat më të mira të vitit për të gjetur dashuri të re, por lajmi i mirë është se duke filluar nga java e ardhshme, baticat do të ndryshojnë dhe do të shkëlqeni si diamanti rrezatues që jeni. Binjakët. Jeta juaj shoqërore po shpërthen si fishek zjarre tani, binjak, dhe ka të ngjarë të ketë qenë e tillë për pjesën më të madhe të muajit. Tani është koha për të dalë dhe për të shoqëruar sa më shumë që të jetë e mundur. Gjithashtu, mund të zbuloni se po takoni miq më lehtë se zakonisht, ose se gjithmonë keni pasur një simpati për një të njohur dhe ata duket se po flirtojnë më shumë në këtë kohë. Së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, edhe nëse në të kaluarën keni fshirë aplikacionet dhe keni hequr dorë nga takimet online, ka një potencial shtesë në dispozicionin tuaj në këtë kohë nëse dëshironi. Gaforja. Për javë të tëra, ka pasur një dritë shtesë të shkëlqyeshme që ju shikon ju dhe jetën tuaj profesionale, gafore. Në fakt, njerëzit mund të duartrokasin punën tuaj më shumë se zakonisht ose mund të keni gjetur ngritje në detyrë, lajme të favorshme në shtyp, apo edhe një vlerësim të mirëpritur nëse keni punuar shumë në rrugën e duhur. Nëse kërkoni lavdërimet e publikut, tani është koha për të tërhequr vëmendjen. Jeni sy pa trembur. Luani. Luan, jeni person aventuresk dhe kjo energji është veçanërisht aktive për ju këtë muaj. Mos rrini duar kryq dhe mos prisni që të mirat e jetës të vinë në rrugën tuaj, dilni dhe eksploroni sikur të jeni duke mësuar gjithçka të mundshme rreth jetës, njerëzve dhe botës. Udhëtimi është veçanërisht në favor në këtë kohë. Nga një anë tjetër, kur bëhet fjalë për takime, përpiquni t'i jepni një shans dikujt që është jashtë tipit tuaj normal apo është nga një prejardhje e ndryshme nga jotja, mund të zbuloni se ju joshin në mënyra magjepsëse. Virgjëresha. Virgjëresh, intimiteti dhe sensualiteti janë po aq të ëmbla sa sheqeri tani, prandaj përqafoni magjinë e momentit. Mund të ndjeni dëshirën për t'u bashkuar, por kjo, duhet pranuar, do të ndikojë më shumë të çiftet se sa të beqarët, me mundësi për t'u hapur në nivele më të thella. Beqarët ka të ngjarë të reflektojnë mbi nevojat e tyre në marrëdhëniet e ardhshme. Në një nivel krejtësisht të ndryshëm, çështjet e pasurisë ose bonuset mund të shohin një rritje shumë të lehtë pranë kësaj kohe. Peshorja. Marrëdhëniet janë gjithmonë një faktor kaq i rëndësishëm për ju, peshore, dhe me siguri keni vënë re se ka pasur më shumë bukuri dhe ëmbëlsi në të gjitha partneritetet tuaja në javët e fundit. Në fakt, edhe pse gjithmonë keni një shkëlqim të veçantë, mund të keni vënë re se njerëzit në të gjithë botën, jo vetëm partneritetet në biznes, dashuri ose bashkëpunim, por reagojnë më mirë ndaj jush. Kjo është një periudhë e jashtëzakonshme e vitit për të përmirësuar lidhjet dhe për t'u afruar ose për të tërhequr dikë me potencial afatgjallë. Akrepi. Një temë e re është mbi ju dhe do të jetë veçanërisht e dukshme këtë javë dhe në muajt në vijim, akrep. Megjithatë, aktualisht mund të keni vënë re se ka pasur një rrjedhë më të lehtë dhe më të shpejtë në ekuilibrin tuaj të punës dhe jetës dhe se keni qenë në gjendje të shijoni kohën në jetë, si dhe të arrini më shumë në rutinat, përgjegjësitë dhe projektet tuaja të punësimit. Marrëdhëniet me stafin dhe kolegët gjithashtu ka të ngjarë të përmirësohen në këtë kohë. Shijoni shakat dhe batutat ndërsa merreni me punët tuaja të përditshme. Shigjetari. Shigjetar, ky muaj ka qenë i veçantë kur bëhet fjalë për dëshirat e zemrës suaj dhe po vloni nga emocionet. Në të vërtetë, jeni në një nga periudhat më të mira të vitit për romancë, njohje, lidhje dhe takime të reja dhe nëse jeni në vendin e duhur për dashuri të vërtetë, një shpirt binjak mund të jetë atje duke ju kërkuar gjithashtu.
Mbi të gjitha, mos e lini këtë energji ideale për të qeshur, dritë dhe lumturit ju kaloj dhe jetoni çdo moment maramendës. Bricjapi. Bricjap, shpesh jeni një person që jetoni në shtëpi kur jeni në ritmin tuaj dhe kjo energji ka qenë shumë e veçantë për ju këtë muaj dhe ka të ngjarë të vazhdoj të jetë edhe javën që vjen. Në fakt, mund të gjeni më shumë kënaqësi me familjen, shtëpinë dhe jetën tuaj familjare, qoftë duke ridekoruar hapësirën tuaj apo duke organizuar evente në shtëpi. Rehatohuni në shtëpi sepse sezoni i pranverës erdhi dhe së shpejti do të jeni duke kërcyer jashtë. Ujori. Si shenjë ajri, ju keni tendencë të keni opinione të forta dhe analizoni shumë njerëzit, jetën dhe idetë tuaja, ujor. Pjesa më e mirë e rrjedhës kozmike tani është se jeni të aftë t'i mahnitni njerëzit me fjalët dhe vizionet tuaja, duke i lënë ata të magjepsur. Në një nivel tjetër, ka të ngjarë të vini re se ka një rritje në jetën tuaj shoqërore afër kësaj kohe ose një dëshirë për të udhëtuar më shumë, kështu që kapini mundësitë dhe argëtohuni. Peshqit. Pavarësisht se sezoni i ditëlindjes ka ardhur dhe ka ikur, mund të zbuloni se universi po ju mbulon me dhurata në këtë kohë, peshq. Qoftë se po kënaqeni dhe po shpërbleheni pak më shumë apo po merrni ende dhurata nga njerëz që nuk ju adhuruan në kohë, ka të ngjarë të jeni duke e shijuar momentin. Në një nivel tjetër mund të zbuloni se po vinë më shumë para, edhe nëse është vetëm një rritje e lehtë të ardhurave. Mendoni për fitimin e parave tani, më shumë mundësi do të vinë në javët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.